Elona merr frymthell me hund edhe nxira. Të bëjmë ngrohje një herë të muskulaturës. Sa më dhem pa ty? E ke shumë të bllokuar qafën. Po pse? Në momentin që kemi shumë ngarkesë brenda, do thoya që është i bllokuar komplet fyti. Zona e qafës edhe shpatullave është pjesë e sistemit të tretjes. Kur ne helmohemi, për ata që e kanë ndjerë ose kanë provuar ndonjëherë gjë e parë që na ndodh, çfarë është bllokimi i qafës, thua, po si dru. Po. Atëherë në planin fizik është një pasqyrim i sistemit të tretjes, qafa që edhe shpatullat. Ndërsa në planin emocional, psikologjik, kryen të njëjtin funksion, pra tret ato emocionet që ne kemi në stomak, tret ato mendimet, ato stresin e përpara dhe gjithë çfarë do të lidhet këtu tek pjesa e qafës dhe ne bllokohemi. Ua sa më dhem. Dhe çka ka ndodhur me nervin vagus aty? Thjesht është i kontraktuar. Nervi që është nervi kryesor në trup që është edhe përgjegjës për ataket e panikut, apo jo? Wow, sa më dhem. S'ka gjë bërtit. Vetëm më thuaj nëse jeni okay, është komplet Jo. zona occipitale është i bllokuar. Wow, sa më dhem. Mundoj që të marrësh frym, është shumë e rëndësishme që të oksigenohemi, të shkoj gjaku. Ashtu. Do ndryshoj pak gjë dhe më thuash. Wow, si ndi aty si dru. Një komplet e bllokuar Elon. Po. Dhe çfarë më shkakton ky bllokim? Dhimbjet e kokës, tensionin e lartë, tensionin e ulët, mos qarkullimin e mirë të gjakut nga lart poshtë, ataket e panikut. Dhe çfarë duhet të bëj unë për ta liruar? Ja, po e bëjmë. O sot. Ashtu. Filloi të ndryshoj pak dhimbja? Në ndjen më butë. Nëse ti nuk do kisha asnjë lloj bllokimi, do të vinte vetëm mirë. Në momentin që kemi bllokime, kontraktura të vjetra, kemi dhimbje. Në kalimin e kohës me seancat e kuptojnë që je më mirë, pasi nuk të dhëm më, po të zëgjumi. Kam shumë pacientë që mi zëgjumi. Ashtu, unë duket sikur më shpërndaj dhimbja deri në bark. Unë do thoja që seanca e parë është një torturë më saktë. Në varësi të gjendjes, jo për të gjithë, ata që janë shumë të bllokuar, është goxha e dhimbshme. Dhe unë jam shumë e bllokuar? Shumë e bllokuar, por që ndjen rezultatin që seancën e parë. E do më thuash ku do ndjesh. Sa më dhemin më ato. Kjo do thënë që dhe fyti është i bllokuar komplet, muskuli i qafës dhe strenokleidomastoideo, blokojnë që nga nofulla, occipitaling edhe deri tek klavikula. Ua, sa shpesh më ndodhet që më dhemin nofullat, këta në këtu lart të klavikula ndjesh shumë keq aty shumë. Dhe më duket sikur më shkon deri te zemra poshtë. Komplet është e bllokuar. Nuk po qarkullon gjaku nga lart poshtë siç duhet. Nuk është se nuk po qarkullon fare, se ndryshe nuk do jetonim dot. E tmerrshme, dhe ajo na duhet. Sasia e qarkullimit është minimale edhe me goxha të trysni. Pra unë kam të bllokuar muskulaturën apo çfarë aty? Bllokimi i muskulaturës është një simptom. E para njërë nga sistemi nervor, nga ataket, nga dëmtimi që kemi të sistemit nervor, ndërvite dhe e dyta, si që folëm pak më parë, që është pjesë e sistemit të tretjes, të cilin gjithashtu nuk e kemi mirë. E zoti më. Unë do thoja që 90% e problemeve psikologjike, emocionale, janë direkt të lidhura me sistemin e tretjes. E shikon që ndryshoj dhimbja? Qatë shlirimi aty. Si ta kuptoj që kam zemër të shëndetshme? Normalisht duke bërë testet e përkatëse për zemrën. Sa po kam bërë një EKG dhe doli që ishte marrë para 2 ditësh që kam bërë, ishte optimale. Kështu që nuk është problem me zemrën realisht.
si shtam lidhet me zemrën, sepse fillon nga frika, trupi nuk di se çfarë po ndodh dhe të fillon këtë takikardia. Dhe mendojmë se kemi zemrën, por realisht është sistemi nervor. Okej. Ai që realisht kemi nevojë që të trajtojmë dhe të restaurojmë. Këtu për shembull është zona e zemrës emocionale. Zemra emocionale. Po. Dhe shumë herë na bllokohen sepse kemi mbledhur shumë ngarkesë. Zemra emocionale është në anën e djathtë? Në të dy anët, gjithmonë flasim në trup, për zonat janë bilaterale. Wow. Këtë si e me dhimbjen? Më rehaton shumë. Ka rrezik të dëmtohem më kështu? Jo, absolutisht jo. Pasi kam bërë praktik, përveç se do me thënë praktik normale me pacient, kam bërë praktik 2 vjet gati me sy të fashuar, në të cilët mësohet të gjëra më e rëndësishme në këtë profesion, që është barriera terapeutike. Pra duhet të ndjesh eksaktësisht muskulin në çfarë pike është, dhe se sa mban dhe se sa mund të shkosh pa e dëmtuar atë. Se kisha dëgjuar ndonjëherë të bësh praktik me sy të fashuar. A pjesa poshtë më dëm shumë. Nga pjesë, shumë. Kemi bllokim këtu. Kjo është për shembull pasqyrimi i zonës së fytit. Mjekësinë kineze në shiatsu quhet ligji i asbës ose ligji i pasqyrimit. Dhe shohim të njëjtën dhimbje në zonat që pasqyrojnë në këtë rast qafën edhe fytin, që kemi të bllokuara. Sa më dhimi ka dora majt më shumë se dora djathtë. Si pa ndjen? Shumë mirë. Ke komplet të bllokuar. Më dhe shpesher mesin. Shpinën është bërë si dru. Edhe kur stresohem shumë më fillon më dhe mesin. E gjithë kjo është e lidhur dhe me sistemin e drejtjes, në momentin që kemi fryrje të barkut dhe të zorrëve, gjithë çfarë ndodh në pjesën e përparme reflektohet në kontraktimin në pjesën e pasme. Muaj shumë dhe mesi ajva, sa ka mësuar djalin, ti më shtyp me grusht të kjo zona këtu. Realisht bllokimi është këtu, do të punoj këtë zonë këtu. Është tu, Nëse gjithsesi diçka është diçka kur themi ne. Sa për dal nga dhimbja që kemi në atë moment. Sa kohë do të duhet të çlirojmë nga këto bllokime kështu? Seancën e parë, por normalisht që të kemi një lirim total, duhet të bëjmë disa seanca. Do kohën e vetë, se edhe trupi nuk shkon direkt në vendin e vetë gjithë muskulatura. Mund të kemi edhe simptoma mbas seancës parë, që janë pjesë e procesit të restaurimit të trupit, do me thënë që muskujt fillon lirohen dhe nga pozicioni që janë në kontraktim do shkojnë në pozicionin e tyre origjinal dhe kjo gjë mund të na sjellë dhimbje ose mund të na sjellë edhe simptoma të tjera, për shembull një patologji, një ftohje, një diçka që kemi brenda dhe gjëra emocionale. Ka njerëz që kapë dhe i qeshura dhe i qara pastaj. Ashtu. Dhe çdo gjë që është e fshehur brenda në muskuj, në metabolizëm pas seancës së parë, dali, po. Ndaj edhe lëm 1, 2 deri në 3 ditë maksimumi, pushim pas seancës së parë. Ne tani po punojmë zhbllokimet. Unë një miksim të shiatsut Namikoshi dhe Matsunaga së bashku. Po atë kabullin si do i veshim, atë kabullin elektrik me çan? Atë do t'jap trajtimin tani kur të mbarojmë seancën, do t'jap suplementet që do marrësh, do të bëj një ndryshim të dietës që edhe mbas që pas ti muaj të parë, nuk është rezultati që kërkojmë humbja e peshës, por do ta humbësh se s'ke ku shkon. Të ngrihesh ti të shtrihe mu? Jo, më pëlqen vazhdo. A dhimbja ke qafat, të remitoj? Jo, e kam këtu. Okej. Se kam unë të problemin e cervikales. Ke spondiliatrozë, hernia? Spondiliatroza. Për spondiliatrozën një çorape pambuku të pastër, ngrojmë krip të zez? Të zez mundësisht, po që edhe nëse s'kemi krip që kemi në shtëpi, e ngrojmë në furra në tigan, që mos na djegi, e hedhim në çorape edhe e mbajmë këtu mundësisht çdo natë për ata që kanë spondiliatrozë, sepse është në mrekulli, kripa absorbon gjithë lagështinë, që është problemi kryesor i spondiliatrozës, dhe pastaj për restaurim mund të shtojmë edhe disa pika tea tree oil, pra vaj pemës së çajit. Gjendet këtu në Shqipëri? Po. Mama. S'ke fa jo.
Duhet ishe duke përtitur më shumë. Mendon që dhe migrenën e kam të lidhur me këtë? Patjetër që po, sepse bllokohet gjithë zona occipitale, nuk furnizohen mirë pjesa e sipërme, edhe kemi thatësirë, kemi ngurtësim, kështu që krijohet shumë trysni dhe prandaj edhe tensioni fillon edhe lëvrim. Me sa shoj kam të gjitha të lidhura bashk. Çdo gjë është e lidhur në të paktën në mjekësinë tradicionale kineze, e gjithë trupi është një, sepse është e vërteta. Çdo gjë funksionon në sinkron dhe në varësi të çdo gjëje tjetër. Po kur kam t'i vje koka, ato t'i vje të migrenës, ka ndonjë këshill praktike, siç ishte kjo çorapja me krip? Pjesa e punimit të këtyre muskujve këtu, sidomos këta muskuj që punoj tani, edhe këta muskuj që janë këtu. Sepse këtu bllokohet qarkullimi, këtu bllokohet occipitali, edhe gjithë muskujt lidhur. Marr fund thell. Gjira. Si është dhimbja? Shumë më mirë. Shumë më mirë. Këtu kisha një dhimbje të tmerrshme kur më shtypja. Si tip korrenti, ose siç themi në meksikineze, sikur të ka kafshuar një qen aty. Ka thot, muskuli majt nuk e duroj dot. Eri shumë marrë në makinë? Kaloj mjaftueshëm. Ke goxha kontraktime dhe jem mbytur në ujë. Po. Për të cilën bëjmë akupunkturën, po normalisht bëhet seancën e 4 ose të 5. Okej. Për të bërë drenimin, pasi duhet hapim njerë të gjitha rrugët biliare. Pastrimi hepatik, pastrimi i gjithë sistemit të tretje, zorëve, dhe një suplemente. Po dhe më shumë zona e pulpës. Ajo që të tash në fillim. E di që në mjekësinë kineze, pulpa është pjesë e sistemit kardiovaskular të zemrës. Kështu që sa më të ngarkuar, ti jemi nga ai aspekt, aq më shumë do kontraktohet dhe na hapi spazma deri kërcitje. Tek muskuli i pulpës. Po. Si e ndjen ti me dorë? Ndjen të... Është je totalisht e kontraktuar, nga qafa deri tek marethojt. Bo, do vdes? Apo do shpëto? Jo. Do të bëjmë po seancat e para. Pastaj do të vi mirë, do të zë dhe ty zhumin ndonjë seancë. Ua, mu jajva, sa keq jam. Pulpa e djathtë dhe më ka shumë. Mos lëvizje, okej? Qa timbja? Kjo që do të bëj tani për shembull është pjesë e modulit të shiatsit që bëhet me këmbë, por unë e kam integruar, sepse është një nga teknikat e mia të preferuara. E kupton se? Pse? Ma thuaj, se do shese këtë... Si, ashko qatë shqirimi të tjetë. Si më kërciti? është një mira e kërciti, apo? Po, patjetër. Më fut në një kocë që kështishta në vendin e vetë. O, Eva, më dhëmë shumë kjo pjesa këtu, kur më shtyp, kjo këtu. Kjo është një nga pikat kryesore për shqiruar dhimbjen emocionale dhe ngarkesën që kemi, sidomos të sistemit nervor. Që do të thotë nëse unë kam ankëtë atake paniku? Pra është zonë e cila pasqyron zonën e kraharorit përpara. Ashtu? Zemra, gjithë krahërori, gjithë ankthi që na jep atje. E mund ta masazhoj në shtëpi unë atë ku kam? Patjetër që po. Siç po ta bëj unë tani. Po më dhëm shumë. Wow. Ndërsa kjo zona që po të punoj tani, kjo e jashtëmja, është pasqyrimi të gjithë zonës, të gjithë organet e barkut. Që lehtësimi. Si dukemi? Kërciti. Ashtu, kisha të bllokuar komplet këto.